أعوذ بالله من الشيطان آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Hamdë dhe falindërimet të akërëve të tyja, Rabbal Alamin. Salavatët dutë dhe duat qoshin bi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Familjen, shokët dhe bimbarat atë që ndjekin këtë fejtë dhe në ditë në kiametit ja, Rabbal Alamin. O Allah i gjësis, të nduar e rëbëtu të cëtë jemi me gjunahe. Nuk ka kush në i falja shtateje, në i falj gjunahe tona, ja, Rabbal Alamin. Në i prano pendimet tona, ja, Rabbi. Tek lindillë dhe përëndon gjithve musliman vendimën tonë dhe nasip mesin atimve dhe neve, Rabbal. O Allah, mos në nga koma atë që nuk mundemi me e bartja, Rabbal Alamin. O Allah, ne bëtë mund shumë shpia tona të rëllëzën me evlat, me fatli të dobishëm për vendin, vatanin, fen, farefisin dhe mbar njerëzinja, Rabbal Alamin. Evlat të që do të lexojnë Kur'anin dhe do të mbrojnë atë, ja, Rabbal Alamin. Edhe pse te ke marrë përsi për mbrojtjen e Kur'anit, ne si rob të tu mundohemi dhe do të mundohemi gjithmonë që atë ta fusmi në trunat tona dhe zemrat tona, ja, Rabbal Alamin. Ja Rabbi, ne e bën Kur'anin ushqyes i zemrave tona. Dhe njëherë pet këtesh e vërtyteve dhe sjelljeve tona, ja, Rabbal Alamin. Shefat në ditën e ahiretit, ja Rabbi. Ne e bën më shumë të ndërmjetësoja ditë kur hikë baba nga evladi, bashorti nga bashortja, Kur'ani neve të ndetë si shefat ndërmjetësim, ja, Rabbal Alamin. S'do shkrojnë që ka është lezuar nga Kur'ani, bëne zhveshje nga gjunahet, ja, Rabbal Alamin. Ne e bën më shumë, o Allah, mësuesit i cilë i ka mësuar, dhe ata që kanë mësuar dhe prindër që i kanë dërguar, Xhennet e Firdausit nasib, ja, Rabbal Alamin. O Allah, bëne të më shumë të rëndzohen shtëpia tona me leximin dhe dritën e Kuranit, ja, Rabbal Alamin. O Allah, të lutemi me mbretësi të zemrës, ne lëshon ndihmën tënde dhe bine, ja, Rabbal Alamin. Dhalika al-kitabu la rayba fihi, ke thënë në Kur'an, se ky libër nuk ka dyshim në te, andaj dyshimin nga evladi për Kur'anin largoj, ja, Rabbal Alamin. O Allah, të lutemi atë ditë kur nuk bën dobi as malli, as evladi, jashtë evladi, herri me fatli dobishëm, të lutemi evladin ton të jenë për atimve të cëtë gjithë shkencat botët i mësojnë Kur'anin, do të mësojnë, lexojnë dhe studiojnë dhe praktikojnë nasib, ja, Rabbal Alamin. Ato largojnë nga çdo e keqe, vigjozi, komari, prostitucioni, alkooli, nga të kuria më negative, droga, ja, Rabbal Alamin. Dagjin në kokë dhe gjerdanin çdo prindër dhe vetë lexuesve të Kur'anit dhe mësuesve në ditën e ahiret nasib, ja, Rabbal Alamin. Ja Rabbi, ne i dhuroj mirat e kësaj bote, mirat e botës tjetër dhe na mbroj nga zjarmi i xhenetit. Ja Rabbi, na i fal gjunahet tona, të prindërve tanë dhe mbar besimtarëve aty kur të japim llogari, ja, Rabbal Alamin. O Allah, na i fal të gjallit dhe të vdekurit tanë. Na i shërët të sëmurit tonë, ja, Rabbal Alamin. Çdo popullit të cilët mundohet ta fiton lirin, nasip mesin atimve, edhe popullin Palestinë dhe atimve në Siri, ja, Rabbal Alamin. O Allah, të lutemi namazin, ibadetet, leximin e Kur'anit, agjërimet tona, na i bën dritë në natën e dhorit, asës i arsiri, ja, Rabbal Alamin. Shefat në ditën e ahiretit, ja, Rabbi. Mos e pranosh duan prej neve të mëdheve, prej neve o xhalladhe për hatër të fëmijëve, ja Rabbi, pranoj. O Allah, gjithë atimve të cilët thirremi me fjalën amin, të lutemi Xhennet i Firdausit nasib, ja, Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha. Allah i ka mund farilerës, të dhe, të razim shala, të të